prandaj edhe vazhdojmë me rendin e ditës. Më lejoni që t'ju njoftoj me këshillën juridike. Çdo ndryshim do të kërkoj miratimin e 2/3 të gjithë deputetëve të kuvendit, përfshirë 2/3 të gjithë deputetëve të kuvendit që mbajnë vende të rezervuara ose të garantuara për përfaqësuesit e komuniteteve që nuk janë shumicë në Republikën e Kosovës. Pra kjo parashihet në nenin 144, paragrafi 2 Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Pra nevojitën së paku 80 vota përfshirë këtu 14 vota të deputetëve të komuniteteve që nuk janë shumicë në Kosovë. Para se të kalojmë në procedurën e votimit, duhet ta konfirmojmë praninë e deputetëve në seancë. Prandaj fillimisht po votojmë për prezencë, votojmë tash. Po presim vetëm pak momente derisa administrata të na njoftoj. Atëherë konstatoj se në seancë janë të pranishëm 93 deputet, përfshirë këtu edhe 9 deputet nga komunitetet tjera, që nënkupton që nuk janë plotësuar kushtet për vazhdimin me votim të amendamenteve kushtetuese. Ne po e ndërpresim seancën këtu, do të njoftoheni kur të plotësohen kushtet, por megjithatë, sipas informacioneve që i kam, do të ketë edhe një seancë tjetër sonte. Prandaj ju ftoj që të qëndroni në ambientet e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Faleminderit. Në orën 22 që nga thirr seanca e ardhshme, prandaj ju ftoj që të jeni në seancë në orën 22.